të Republikës që përmes votës të shprejnë ato që kanë shprejnë në muaj, të disiplinojt, ndëshkoj, ose të i vlerësoj blokadat. Dhe kjo është një mundësi tjetër. E me shpresën që përfundimisht Kosova nuk e ka luksin me ndodhe që kanë do për 9 muaj, me dha një parlament pjekur, me përvoj, e me profesion e profilet të ndryshme, të cilat do të marrin përgjegjësi për ta drejtuar vendin. Tash kur po thoni blokadat, Gjevahir Izmaku ishte në këtë studio, edhe tha, kujtoj një detaj që e din, po ajo e po të nevojshme me e përmen, tha, pësaroni që votat tona, fillimisht ja kemi vonë në dispozicion opozitës, mandej vetë vendosjes, edhe asë njëra polë si jënë marrë vesh, edhe nëse ka polë konstruktive shtu, nisma është. A i vjen që me qenë konstruktive në këtë vend s'po të shpaguat. Po, është interesant e artë me qenë zonë racional në këtë vend, me qenë konstruktiv, si që po thëni ju, me tentu me gjithë një zgjidhje, nuk është shumë atraktive ende këtë vend tonin. Këto, me pas një farë skandali, ti bilet e ki përmen me një pëstim tonin që shumë sene krejt, gati aty që ka duhet mi thoni këtë anë, dhe këto një farë skandali, një farë qësot loje, paka shumë përvlerësohet. Ama një gjatë ditë sigurt, që këtë vend ka nevoj për konstruktivitet, që këtë vend ka nevoj për zonë racional. Për politikat pjekra, me përvoj, nëse dojmë me ndryshu gjendjen dhe kursin. Çdo gjë tjetër, e kemi situatën që e kemi pasur tash 4 vite, 5 vite. Për shembull, a ke imagjinu ti, zgjedh ka rasti me dalë jashtë Prishtinës, do ditë ne po dalim fushat elektorale. Në 2007, nëse kujtohet, ne kemi pas premtuar 24 orë rrymë, se s'mushëm mund ngu njoni me tjetrin prej agregatëve, generatorëve rrugëve, të kujtohet, fushkësohë Prishtinë. Ka 3 ditën që jam prisë rënë, që do 3 ditë e fundin, so Areket në Marlishev, edhe në Klin, në Rahovec, edhe një të situatë, me krejt generatorë, mas 15 viteve, më këthy situatë,